Investimi që ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit në këtë sistem të qëndrëzuar të vlerësimit nesh apo sistemi VAR është vazhdimi i strategjisë që ka Federata për të përmirësuar apo modernizuar apo për të afruar sa më shumë vendimet e drejta të arbitrimit. Sistemi është një sistem bashkëkohor i licencuar nga FIFA, sistemi EVS, i cilin e përdorin pothuajse 80% e federatave në Europë, dhe këtë mënyrë, le të themi, të vlerësimit nga sistemi VAR të ndeshjeve e kanë gjithë federatat zhvilluar. Ne filluam me një baze për të dalë në këtë padyshim që ky është një investim akoma shumë i madh se sa i pari. Jam shumë i sigurt që gjithmonë kanë me qetësinë arbitrat në fundit, sepse janë arbitrat e VAR-it, janë në një sistem shumë të komod, larg çdo lloj presioni dhe janë më të qetë për të thënë vendimin e duhur. Sipas diskutimit që kam me testimin që kemi bërë, edhe pamjet janë shumë të mira se sa me futbollin që kemi pasur në tani. Tani jemi në sezonin e ri, në sistemin e ri, uroj që kemi vendime sa më drejta, sa më pak kontestime, sepse në mënyrë të eliminojmë kurrë.